Ta shkuam në spitalin e Gjilanit për të vizituar dhe për të ndihmuar këtij vllau ton që është i semuar. Kjo familje nuk ka fëmijë. Ne si çdo herë tjetër jemi duke u kujdesur për ta. Edhe kësaj here u kujdesëm për barna, për terapi, çdo herë me ndihmën e diasporës. Allahu e bekov diasporën, Allahu i nderoft bamirësi. Kemi ardhur te ky vëllai jonë i cili është i semuar, nuk kanë fëmijë, kemi ardhur me ndihmu me barna, me ndihmën e një vllau tonë i cili ka dëshiruar që të jetë anonim. Ne kemi ndihmuar disa herë dhe prapë do t'i ndihmojmë. Lutsimi Allahun e gjithësisë që të sjellë shërim te ky vëllai. Çuçi vëllai, je më mirë? Jo. Allah ndihmoft inshallah. Është bërë kuj, së më porin, në të nëse të më shë bërë kuj, po ka presion për jam.